Projekti për realizimin e bulevardit të Palmave, Agrumeve dhe Jaçarandeve, një tjetër punë në Vlorë që vjen jashtë çdo afati realizimi. Një projekt i Ministrisë së Infrastrukturës, qeverisë shqiptare, i financuar nga Fondi i Zhvillimit, i cili ka nisur në tetor të 2024-s. Afati i realizimit të punimeve ishte 12 muaj, ndërsa duhet të përfundonte në tetor të 2025-s. Ende në kantierin e punës, megjithëse kanë kaluar rreth 4 muaj nga afati, ka shumë punë për të bërë. Edhe për banorët e zonës, firma e cila po realizon këtë projekt e ka marrë tepër shtruar. Banorët thonë se megjithëse kalojnë çdo ditë në këtë zonë, nuk e kuptojnë se çfarë po realizohet. E vendosin theksin edhe tek mbushtimi i hapësirës së trotuareve, në të cilën mund të kalojnë. Ja do rregullohen këto gjëra dhe ka. Si shtruar e kanë marrë të gjithë. Po pengen se më po ja. Nuk shpejt edhe djalin punëtor më shumë. Dhe unë shikoja habite, po nuk e kuptoj fare. Prandaj shikoja me ëndje se nuk e kuptoj çfarë do bëjmë këto i ka dushur rreth ka. Mirë këto asfaltet e këto. Këti krau si duket normale. Ka një vit asaj që ka filluar. Më shpejt do të ishte bërë. Shtrure kanë shumë. Shumë e ngushtë, rruga është shumë e ngushtë. Shofer vetë dhe ka shumë vështirësi. Tuar janë me zi këmi kaluar tani qellën që nga Lagja Varosh me zi kalon. Po pos marruan punimet detyrimisht dihet ajo vështirësi. Po rruga është shumë e ngushtë. Shtruar edhe po i zvarrisin biles. Shumë shpejt vetë punoni, megjithatë ato i din vetë ta qeverisë. Ne jemi popull, jemi të nënshtruar detyrimisht s'ke gjë ndër nuk. Këto nuk i ka shpiti një lektur, po dikuj kanë marrë, kanë parë tukje. Po të vazhdoj kjo punë shumë mirë do jetë tonë, po kemi hale tonë se. Firma e cila po realizon këtë projekt është BEIS. Vlen të theksohet se në hyrjen e kantierit të punës është hequr madje edhe tabela informuese e cila tregon në detaje vlerën miliona eurosh që ky projekt ka kushtuar edhe mbi të gjitha afatet. Një manovër kjo për të shmangur kritikat për sa i përket abuzimit dhe të kalimit të çdo afati të realizimit të punës.